kam në këto momente në lidhje të drejt për drejt telefonike drejtorin e emergjencave civile, zotin Shemsi Prençi. Përshëndetje, zoti Prençi. Përshëndetje. Do doja ta nisja në fakt nga kërkesa e bërë edhe nga vetë ministri Panariti, një kërkesë për furnizim 24 orë me energji elektrike të hidrovorëve në gjithë vendin. Si është situata aktualisht? Aktualisht situata është drejt përmirësimit. Normalisht në orët e para të intensitetit rreshtjeve kishte hidrovorë që nuk funksiononin për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Gjë e cila i përket detyrë parësore sigurimit gatishmërisë strukturave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Menaxhimit të hidrovorëve, që nuk do të ishin kujtuar pasi ndodhi intensiteti i rreshtjeve, por do ta kishin siguruar përpara. Madje duhet të siguruar furnizimi me energji elektrike me 2 rrjete furnizimi, jo nga i njëjti burim. Tani nuk është momenti për të devijuar përgjegjësitë, por gjithsesi Pragvjeshta kërkon menaxhim, kërkon gatishmëri permanente 24 orë me qëllim që të funksionojë gjithë sistemi i kullimeve dhe hidrovorëve. Kishit marrë masa, zoti Prençi, për një situatë të tillë? Kishte një plan emergjence gati? Ishin paralajmëruar prej kohësh të gjithë strukturat, të gjithë prefektët, me urdhrin e ministrit brendshëm për vënien gatishmëri të gjitha kapaciteteve njerëzore dhe teknike për emergjencat e vjeshtëdimrit 2015. Pra, normalisht ka strukturat pushtetit vendor që për shkak të riorganizimit dhe reformës territoriale kanë problemet e veta, por gjithsesi nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia asnjë nga strukturat vendore lidhur me vlerësimin e sistemit të emergjencave. Nuk është momenti për ta parë emergjencën vetëm kur ndodh, por është momenti për ta planifikuar dhe për ta parandaluar. Gjithsesi, në këto momente janë gjithë kapacitetet njerëzore dhe teknike po punojnë lidhur me menjanimin e fenomeneve që kanë ndodhur. Por duhet kemi parasysh që duke filluar nga qytetari i thjeshtë dhe nga strukturat shtetërore, fenomeni i natyrës pas një vere të gjatë normalisht që do priteshin prurja aluvionësh nga Prrën dhe Lumej dhe duhet të angazhohemi të gjithë për t'i përballuar situatat. Sa i takon furnizimit me energji, zoti Prençi, në të gjithë vendin, keni informacione? Nuk është kompetencë e drejtorit përgjithshëm të emergjencave civile furnizimi me energji. Se i cili duhet marrë përgjegjësinë dhe duhet kërkojë autoriteteve përgjegjëse furnizimin 24 orë, sidomos të objekteve të rëndësishme, aq më tepër hidrovorët në këtë situatë marrin në rëndësi parësore, nuk duhet të mungojë energjia elektrike për asnjë minutë. Për këtë duhet të marrin përgjegjësitë ata që i menaxhojnë hidrovorët dhe ata që i furnizojnë me energji elektrike, jo emergjencat civile. Drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile koordinon veprimtarinë e gjithë dhe Ministria e Brendshme koordinon veprimtarinë e gjithë strukturave operacionale, i vën lëvizje duke i adresuar drejt vendit ku ka ndodhur, drejt vendit ku rrezikohet të ndodhë emergjenca civile, drejt vendit ku ndodhë emergjenca civile, kurse pjesa e përgjegjësive është e ndarë sipas institucioneve dhe përgjegjësive që kanë në linjë. Gazetarët tanë rreth e zoti Prençi kanë raportuar se situata vijon të jetë më problematike deri më tani të paktën në Vlorë dhe në qytetin e Fierit. A është përqendruar atje vëmendja edhe e emergjencave civile me grupe në terren për të ndjekur nga afër situatën? Pa diskutim, edhe unë në rrugëtim drejt Fierit jam në këto momente, por që është e vërteta edhe në Fier dhe në Vlorë gjithë strukturat e emergjencave civile të jarfikseve ka 48 orë që janë në terren. Dhe punojnë për minimizimin e pasojave. Dhe do të vijojnë të qëndrojnë në vijim për të parandaluar një përsëritje të tillave situata? Pa dyshim që do të jenë gatishmëri dhe duke vepruar në terren në zonën e rrezikut do të jenë në vazhdimsi deri në largimin e rrezikut të përmbytjes. Por edhe njerë insistoj dhe vazhdoj të insistoj dhe falenderoj mediat që të përqojnë mesazhin që qytetarët duhet të bëhen promotorët që të mos lejojnë të vijë emergjenca. Nuk duhet qytetarët që të kujtohen për emergjencën vetëm kur bjen shiu, duhet kujtohen që kur hedhin kazanin e plerave dhe të mbeturinave në kanalet
e parcelave. Qoftë fermerët, qoftë qytetarët duhet të bëjnë kujdes me mirëmbajtjen e mjedisit të sistemeve të drenazhimit, të kullimit, të sistemeve të kanaleve dhe të pusetave në qytete gjithçka, domethënë është përgjegjësi qytetare, çështja e emergjencës në vjesht. Është përgjegjësi e institucioneve shtetërore, është përgjegjësi e qytetarëve, është përgjegjësi e të gjithëve dhe nuk duhet të menjanojë askush nga përgjegjësia, nuk duhet të menjanohet. Sa gati jemi, zoti Prençi, për të siguruar që një situatë si ajo që patëm në janar të këtij viti të mos përsëritet më? Flas për Fierin, flas për Vlorën, por edhe për 10 zona të tjera në jug të vendit që u përfshin nga përmbytjet. Që në këto momente që po flasim me projektet të Bashkimit Evropian po investohet në 16 sektor të ndryshëm të kaskadës së lumit Vjosa, duke filluar që nga Keneta e Maliqit dhe në gjithë kaskadën e lumit Vjosa po investohet me fondet Bashkimit Evropian me 16 segmente për fuqizimin dhe përmirësimin e argjinaturave dhe të gjithë vendeve të rrezikshme që kanë rrezikojnë përmbytjet. Pra, po shkon situata drejt përmirësimit edhe në aspektin e investimit të perspektivës për parandaluar përmbytjet. Mirë, duke shpresuar që të mos përsëritet sërish e njëjta situatë, zoti Prençi, ju falenderoj vërtet për këtë raportim të situatës, për këtë pasqyrim të situatës në të gjithë vendin dhe sigurisht do të jemi në kontakte nëse do të ketë të tjera zhvillime. Edhe unë ju falenderoj për Faleminderit zoti Prençi dhe ju uroj punë të mbarë.